Mirëmëngjes së pari, ne kemi thënë qartë që Albolena Axhiu është kandidatja jonë. Zonja Albolena Axhiu është femra më e votuar në vend në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Nuk ka asnjë arsye, absolutisht asnjë person dhe asnjë grup parlamentar të refuzoj votën për zonjën Albolena Axhiu. Është jo vetëm një personalitet i jashtëzakonshëm, por është edhe një person i cili me aktivitetin e saj politik ka dëshmuar përkushtimin e saj për këtë vend. Prandaj ky është arsyetim falso. Arsyetimi i vërtet i partive opozitare është që nuk duan ta pranojnë vullnetin e qytetarit të datës 9 shkurt 2025. Dihet fituesi i zgjedhjeve, dihet kujt i takon kryetari i kuvendit, edhe nuk është kryetari i kuvendit ai i cili zgjidhet me pasi t'jen mbledhur dëshirat e deputetëve, por partia fituese e cakton emrin, e propozon emrin edhe votohet kryetari i kuvendit. Bllokimi i konstituimit institucioneve që në këtë fazë të hershme e patëm blokadën që me konfirmimin e mandateve tregon që opozita ende nuk është kthjellë edhe ende nuk e ka të qartë rezultatin e zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Jeni partia kryesore e fituese të zgjedhjeve, a ndjeni sa pak përgjegjës për situatën e krijuar, se nuk e ndryshoni emrin, të lëshoni dhe të dilet nga kjo situatë, si po situata. Po kjo qasje do thotë që pse nuk lëshoni pe këtu, pse nuk është çështje lëshimit pe, nuk është as çështje kokëforcisë, është çështje parimore. Fituesi propozon kryetarin e kuvendit, fituesi, dhe jo pasi bëhet një anketë për kë ka preferenca dhe për kë nuk ka preferenca. Dhe partitë opozitare, dy të tjerat, propozojnë nën kryetarët e kuvendit. Është shumë e qartë procedura, që më shumë se 16 vjet është e qartë procedura se si zhvillohen zgjedhjet dhe si konstituohen institucionet. Prandaj, sot fort shpresoj edhe pse deklaratat që kam lexuar sot në mëngjes nuk më bëjnë optimiste, po shpresoj që t'i thrasin mendjes edhe që të vazhdojmë, sepse betejë politike bëhet rreth formimit të qeverisë. Betejë politike nuk bëhet rreth kryesimit të kuvendit. Se keni këtu kërkon për bisedime, por me i siguruar të vota që do të kemi. Po, ju nuk e dini, ne patëm një takim konsultativ, patëm herën e kaluar para 2 ditësh, në cilën njëra prej partive as nuk mori pjesë. Unë i bëj thirrje qytetarëve që të ushtrojnë presionin e tyre publik ndaj atyre që bllokojnë punimet e kuvendit dhe konstituimin e kuvendit. Është shumë e rëndësishme ta konstituojnë kuvendin, pastaj e fillojnë betejën politike. Ama bllokimi i konstituimit të kuvendit tregon bllokimin e qëllimshëm të zbatimit të vullnetit të qytetarit të nëntëshkurtit. Më lejoni mua të shkoj tash, edhe do ta shihni gjatë minutave të ardhshme se si do të vazhdoj.